Deputeti socialist Erion Braçi ka shfrytzuar minutat e vëna në dispozicion jashtë rendit të ditës gjatë seancës parlamentare për të sulmuar guvernatorin aktual të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani, me argumentin se po fshet të dhënat reale të ekonomisë. Braçi reagoi me tone të ashpra jo vetëm ndaj guvernatorit, por edhe ndaj situatës financiare dhe ekonomike në vend. Sipas tij, raporti i fundit monetar ndërkombëtar ishte një pasqyrim i vërtetë i gjendjes së vështirë ekonomike në të cilën ndodhet Shqipëria. Kam 6 muaj që dëgjoj guvernatorin Fullani dhe vrej me shqetësim se nuk ka transparencë në terma konkret dhe në banka konkrete që operojnë në Shqipëri. Është i turbull, qëllimisht, ngatrohet me dashje për të fshehur të vërtetën. Në media ka dhëna të qarta se ka banka me humbje që operojnë në Shqipëri. Në vlerësim e FMN-s flitet qartësisht për reduktim të likuiditetit në banka me të njëjtën origjinë. Dhe ky është vlerësim i ndryshëm nga i guvernatorit në detyrë, Ardian Fullanit. Braçi shkoi më tej kur tha se rikandidimi i Ardian Fullanit si guvernator i Bankës Qendrore është i nevojshëm për qeverinë, duke e cilësuar emrin e tij si kombinim kriminal. Nominimi i parë Ardian Fullani është një nominim politik, i nevojshëm në një kombinim kriminal në nivelin më të lartë që pengon drejtësinë, por që mban këmbë koalicionin qeveritar dhe kryeministrin e kësaj qeverie. I nevojshëm për biznesin e dy klientëve të qeverisë. Së pari, dhe të një grushti bankash, para cilëve shkelen rregulla e ligje, duke ju dhënë pjesën dominuese të tregut financiar në Shqipëri, por edhe tregut borxhit po prapë në Shqipëri. Është një nominim i dështuar, i provuar si përgjegjës për krizën e deficitit dhe të borxhit. Erion Braçi bëri një pasqyrim të detajuar të situatës ekonomike në vend, duke kërkuar më shumë vëmendje ndaj këshillave që vijnë nga ndërkombëtar. Braçi tha se sistemit bankar në Shqipëri mungon transparenca. Njëkohësisht ai u shpreh se bankat nuk kanë likuiditet dhe kapital të nevojshëm, ndërkohë që portofoli i kredive të këqija është në nivele alarmante.